أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falëndrimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur. Na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar. Na shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Përshëndetjet tona të përzemërta qofshin mbi vullën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët të cilët e kanë ndjekur rrugën e Islamit, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Dëgjues të nderuar, njeriu gjatë tërë kohës bën plane se çka do të bëjë në të ardhmen, duke menduar se do ta arrijë ditën e ardhshme apo atë çka ka vendosur do ta realizojë me çdo kusht. Por nga njeriu kërkohet puna dhe veprimi, kurse nga Zoti varet realizimi. Prandaj, muslimani kur thot se do ta kryej ndonjë vepër, duhet të thot inshallah, apo që në përkthim do të thot nëse do Allahu, sepse asgjë nuk realizohet pa dëshirën e Zotit. Kështu na e bën me dije edhe Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an. Në surën Insan, ajeti 30, ku thot Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tashauna illa an yasha Allah. Por ju nuk mund të doni gjë pos nëse do Allahu. Çdo gjë në gjithësi ndodh me dëshirën dhe vullnetin e Zotit. E asgjë nuk mund të ndodh nëse ai nuk jep leje për të. Njerëzit nuk mund të ndryshojnë asgjë nga ajo që cakton Zoti. Kështu që muslimanët duhet të thonë çdo herë inshallah kur dëshirojnë të veprojnë diçka në të ardhmen, sepse ne nuk e dimë se a do të jemi pas disa sekondave e jo nesër apo pas një muaji. Shpesh njerëzit thonë do të vijë nesër, apo këtë punë do ta kryej pas një jave apo pas një muaji, kurse nuk thonë inshallah, duke haruar se njeriu nuk e posedon në duart e tij jetën dhe nuk mund të garantojë se do të jetë pas disa çasteve. Edhe pejgamberët e mëhershëm e kanë përdorur këtë sintagmë kur kanë dëshiruar që të shprehin diçka që do të kryejë në të ardhmen. Shembull e kemi edhe Ismailin a.s., I cili në çastin kur babai I tij Ibrahimi a.s. deshi që ta therr dhe ta bëj kurban, ai tha do të jemi qëndrueshëm inshallah. Këtë e gjejmë të përshkruar në surën Safat, ajeti 102, ku Allahu Gjeleshan thot Bismillahirrahmanirrahim, Qale ya abati f'al ma tu'mar, satajiduni insha Allahu minas sabirin. O baba im, vepro ashtu siç je urdhruar, sepse do të më gjesh mua nëse do Allahu prej të durueshmëve. Pra, Ismaili a.s. tha se do të jem I durueshëm me lejen e Zotit, e jo se jam trim apo I fortë. Po ashtu mund të ndodhë që asgjë të mos realizohet prej asaj që kemi planifikuar nëse nuk themi inshallah, duke menduar se ne posedojmë fuqinë për t'i realizuar gjërat pa ndihmën dhe dëshirën e Zotit. Në lidhje me këtë, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë një shembull të ilustruar nga një pejgamber I mëhershëm, Sulejmani alayhis salam. Për këtë gjendje do të përmendim një hadith të cilin e transmeton Abu Huraira radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Një herë Sulejmani alayhis salam tha: Sonte natën do të bëj marrëdhënie intime me plot 90 gratë e mia, ku secila do të sjell në jetë nga një kalorës që të luftoj në rrugë të Allahut. Shoku që kishte pranë I tha: Thua inshallah. Por ai nuk tha inshallah. Me të vërtet, ai kreu marrëdhënie me të gjitha gratë e tia, por asnjëra nuk mbeti shtatzën, përveç një gruaje të vetme, e cila lindi një fëmijë sakat. Betohem në atë që ka në dorë shpirtin e Muhamedit, sikur ai të thoshte inshallah që të gjithë do të luftonin si kalorës në rrugë të Allahut. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 6639, Imam Muslimi në Sahih me numër 1654 dhe të tjerët. Shohim se Allahu Gjeleshanuhu
E bëri këtë rast me këtë pejgamber të dalluar, që të jetë mësim për ne, që mos të harojmë gjatë bisedave tona, ta përmendim Allahun dhe ta mbështesim rezultatin e veprimeve tona në fuqinë dhe dëshirën e Zotit. Dëshira e Zotit qëndron mbi dëshirën e njerëzve. Çfarë dëshiron Allahu bëhet, e çka nuk dëshiron ai nuk bëhet. Prandaj edhe Zoti në Kur'an në surën Kaf, ajeti 23 dhe 24 thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wala takulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa in yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasit. Dhe asesi mos thuaj për ndonjë punë, unë do ta bëj këtë nesër. Por pos nëse shton pas edhe inshallah. E kur të harosh, përmende Zotin tënd. Ibn Kathiri në koment të këtij ajeti thot: Kjo është udhëzim nga ana e Allahut xhaleshanuhu për të dërguarin e tij se si të veproj kur dëshiron të bëj diçka në të ardhmen, që këtë t'ja atribuoj vullnetit të Zotit, i cili është i vetmi i cili i din të fshehtat, e di çka ka ndodhur dhe çka do të ndodhë, dhe ajo që ende nuk ka ndodhur, sikur të kishte ndodhur, si do të ndodhte. Po ashtu përmendet se shkaku i zbritjes së këtyre ajeteve është ngjarja që e përcjell Ibn Abbas radiallahu anhu, i cili ka thënë: Kurejshët e dërguan Nadr bin Harith dhe Uqba ibn Abi Mu'ayt te rabinët hebrej në Medinë dhe u thanë: Pyetni rabinët për Muhamedin, përshkruani atyre cilësitë e tij dhe tregoni se çka flet, sepse atyre u është dhënë një libër dhe ata dinë gjëra rreth pejgamberëve, të cilat ne nuk i dimë. Ata u nisën dhe shkuan në Medinë te rabinët hebrej, të cilëve u përshkruan cilësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe u treguan për diçka që flet ai. Rabinët thanë: Pyeteni atë për 3 gjëra. Nëse ju përgjigjet, dijeni se ai është pejgamber. E nëse nuk ju përgjigjet, atëherë dijeni se ai është njeri i thjesht i cili u gënjen juve. Prandaj bëni çka të doni. Pyeteni atë për disa djalmosha të cilat kanë jetuar në kohën e hershme. Pyeteni se çka është bërë me ta, për shkak se për ta janë thënë fjalë të çuditshme. Pyeteni atë për një njeri i cili ka udhëtuar shumë, ashtu që ka arritur në lindje dhe perëndim të botës. Çka është bërë me të? Dhe pyeteni se çka është shpirti. Nëse ju përgjigjet në këto 3 pyetje, atëherë ai është pejgamber dhe ju duhet ta ndiqni. E nëse nuk ju përgjigjet, atëherë ai është njeri gënjeshtar dhe veproni me të si të doni. Pas kësaj, Nadri dhe Uqba u nisën për në Mekë dhe me të arritur te Kurejshët thanë: O Kurejsh, ju kemi sjell atë gjë që do të gjykojë mes jush dhe Muhamedit. Rabinët hebrej na kanë urdhëruar që t'i parashtrojmë 3 pyetje dhe u treguan. Ata me të dëgjuar këtë, shkuan tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: O Muhammed, na trego për këto gjëra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Nesër do t'ju tregoj. E nuk tha inshallah. Me të dëgjuar këtë, ata u larguan prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërkaq atij 15 ditë nuk ju shpall asgjë dhe nuk i erdhi Xhibrili. Banorët e Mekës thanë: Muhamedi na premtoi se do të përgjigjet nesër. Por kaluan 15 ditë prej asaj dite dhe ai nuk na tregoi asgjë për atë që pyetëm. Ndërprerja kaq e gjatë e shpalljes e brengosi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i erdhi rënd nga ajo që thoshin banorët e Mekës. Pastaj i erdhi Xhibrili dhe ja solli nga Allahu xhaleshanuhu surën Kaf. Pra, shkaku se nuk tha inshallah, nesër do t'ju tregoj për këto 3 pyetje, ju vonua shpallja për disa ditë, ku disa komentues të Kur'anit thonë u vonua shpallja 15 ditë, siç thot Ibn Ishaku. Disa thanë 3 ditë, kurse ka mendim se ju ndërprej shpallja për 40 ditë. Vazhdimi i ajetit ku thot Zoti se e kur të harosh përmende Zotin tënd, Ebu Alije dhe Hasan el Basriu thonë se këtu bëhet fjalë për haresën e fjalës inshallah për ndonjë punë që don ta kryesh në të ardhmen. Nëse haron të thuash inshallah, thuaje këtë kur të bie në mend.
Ibn Abbas radiallahu anhu në lidhje me personin i cili betohet ka thënë: ai ka të drejtë të thot inshallah për diçka, bile edhe pas një viti. Pra, vërejtëm se Allahu xhaleshanuhu i bëri shembull dy pejgamber, Sulejmanin a.s. dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që të kuptojmë rëndësinë e kësaj shprehje, që mos e braktisim kur dëshirojmë që të veprojmë ndonjë punë në të ardhmen. Në Kur'an përmendet edhe rrëfimi i pronarëve të kopshtit, të cilët menduan të shkojnë në kopshtin e tyre dhe të vjelin produktet, por nuk than inshallah. E kur arritën atje, panë se ajo ishte shkatruar. Këta e gjejmë në surën Kalem, ajeti 17 dhe 18, ku Allahu xhaleshanu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunha musbihin wala yastathnun. Ne i vum në sprov ata, sikur se i vëm në sprov edhe pronarët e një kopshti, kur u betuan se do ta vjelnin me siguri herët në mëngjes, por nuk than inshallah. Në këtë kontekst shërben edhe hadithi i cili flet për ngjarjen e ardhjes së fundit të botës, ku dy popuj të cilët u izoluan nga kjo botë me një pend nga Dhulkarneini, të cilët quhen Ya'juj dhe Ma'juj, për çdo ditë mundohen ta shpojnë këtë pend dhe të dalin në sipërfaqen e tokës. Por kur e përfundojnë punën, nuk thojnë inshallah. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për murin që i pengon Ya'juj dhe Ma'juj që të dalin ka thënë: ata e gërmojnë atë çdo ditë, dhe kur ata arrin pothuajse para zhbllokimit, ai që ju udhëheq thot: kthehuni, se pjesën tjetër do ta bëjmë nesër. Allahu xhaleshanuhu e kthen atë mur në gjendjen e mëparshme, bile edhe më fort. Kur ata ta plotësojnë kohën e tyre dhe të vi momenti i daljes që Allahu t'i lejoj për të dalë të njerëzit, ai që ju udhëheq ata u thot: kthehuni, se nesër inshallah do ta mbarojmë. Pastaj ata kthehen të nesërmen dhe e gjejnë ashtu si e kishin lënë dhe e prishin blokadën dhe dalin në mesin e njerëzve. Ata do të pinë tër ujrat dhe njerëzit do të ikin prej tyre. Pastaj ata hedhin shigjetat e tyre në qiell dhe shigjetat do të kthehen të gjakosura. Këtë hadith e shënon Imam Tirmidhiu në Sunan me numër 3164 dhe të tjerë, kurse hadithi është i vërtetë. Pra, edhe Ya'juj dhe Ma'juj nuk e thonë këtë fjalë, andaj dënohen me përsëritin e të njëjtës punë për çdo ditë, derisa njërit prej tyre do t'i kujtohet që të thot inshallah, e pastaj Zoti do t'i lejon që ta depërtojnë këtë pend, e cila i pengon që të dalin në sipërfaqen e tokës, por kjo do t'jetë afër kiametit. Dietarët tanë nuk kanë lejuar që njeriu të thot unë jam musliman inshallah, sepse me këtë do të vinte në dyshim besimin e vet. Pra, njeriu kur të thot se i përket një besimit, pra besimit islam, le thot unë jam musliman, unë jam besimtar, por mos thot unë jam musliman inshallah, sepse me këtë e vën në pikpyetje besimin e vet dhe shpreh dyshim se a është besimtar apo jo. Po ashtu, nuk lejohet që kur të bëjmë lutje, dua, të themi o Zot, ma plotso këtë kërkesë inshallah nëse don. Por duhet të kërkojmë me bindje se Zoti na i realizon duat dhe kërkesat tona. Transmeton Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur të lutet ndonjëri prej jush, le të qëndroj i vendosur në çështjen e tij, e mos të thot o Zoti im, nëse do ma plotso kërkesën time, sepse askush nuk mund ta detyroj Zotin. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu në Sahih me numër 6338 dhe Imam Muslimi në Sahih me numër 2678. Për fund, ju ngelini përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.